Vllaznisi mjafton një golin ekstremis me autor Beqirin për të mundur 2-1 Teutën në Loro Boriçi. Skuadra e Gimçana e kalon e para në avantazh, por më pas arrihet dhe shkodranët duhet të presin vetëm minutën e 92 për të marrë 3 pikë shumë të rëndësishme që mbajnë të pandryshuar diferencën me Tiranën në krye të renditjes. Ndërkohë humbja në fotofinish i ka dhënë fund ecërisë pozitive të skuadrës dursake në javët e fundit të këtij kampionati. Ka qenë pikërisht skuadra e Starovës ajo që jep sinjalin e parë në Loro Boriçi, duke treguar menjëherë se shkodranët nuk do ta kenë as pak të lehtë. Vila bën që arkimet e tij nga goditjet e ndaluara të kthehen në rrezik serioz në zonën e Grimës. Në fillim topi kalon pa u devijuar në të gjithë pasqyrën e portës, ndërsa më pas gjuajtja me kokë e Dushkut nuk ka shënjestrën e duhur. Përgjigjja e vllaznisë është e menjëhershme, madje të besuarit e Canaj pretendojnë për një gol të rregullt në minutën e 24. Krosimi i Ismailit nga këndi i Majt gjeni Merën që rrezikon autogolin. Topi në fillim përplaset me shtyllën e djathtë Pingule dhe më pas mbi vijen fatale derisa të largohej përfundimisht nga Dushku. Për vendasit është gol, por kryesori Peza nuk është i këtij mendimi, duke lënë në fuqi shifrat 0-0. Por duhet të kalonin vetëm 5 minuta dhe ose do të zhbllonte rezultatin në favor të vllaznisë. Mbrojtës i shpik një goditje spektakolare pas shërbimit që i bën Sinani, duke lënë të palëvizur portierin Vashaku. Goli e përsëris qetëson skuadrën e Canaj, që në minutat e mbetura do të kontrollojë ndeshjen, duke mos i lejuar futbollistëve të Teutës asnjë rast për të vënë në dyshim avantazhin deri në fundin e fraksionit të parë. 45 minutat e dyta në Loro Boriçi nisin me zëvendësime nga dyja skuadrat dhe me 2 raste të pastra për vllaznin, që shkon shumë pranë dyfishimit të rezultatit. Protagonistët të dy herët është Boadu, që në fillim me gjuajtjen e tij me kokë dërgon topin ngjitur me shtyllën e djathtë Pingule, ndërsa më pas i vetëm me Vashakun vonohet duke i dhënë mundësi mbrojtësit të ndërhyjë. Skuadra e Canaj luan mirë deri kur i duhet të finalizojë dhe pikërisht këtë nuk e bën. Starova, i cili njihet për pragmatizmin e tij, ka ndërtuar një Teutë që di të përfitojë edhe në një moment të vetëm. Pikërisht kështu ndodh në minutën e 70, kur Rysa fiton një asis pas mosmarrëveshjes të mbrojtjes shkodrane me portierin Grima, dhe i vetëm nuk e ka të vështirë të vendosë shenjën e barazisë në shifra. Ankthi për shkodranët nuk përfundon këtu, pasi Teuta ka rastin më të mirë për të përmbysur gjithçka në favorin e saj. Por Mile, i harruar nga mbrojtja, nuk arrin të dërgojë në port një arkim brenda zonës. Kaq për skuadrën e Starovës, që më pas mendon më shumë për të ruajtur barazimin, nga tentativat e futbollistëve të vllaznisë, që gjithsesi nuk do të ishin të suksesshme deri në minutën e 92. Kur Beqiri do të shënonte golin e fitores për skuadrën e tij, mbrojtës si shkodran kërcen mbi të gjithë me kokë dhe dërgon topin për të dytën herë në rrjetën e Vashakut. Dursakët kanë kohë vetëm sa ta nisin topin nga qendra, pasi Peza do të vërshëllente menjëherë duke zyrtarizuar fitoren e vllaznisë, që vazhdon të jetë ndjekësja më e afërt e Tiranës me 1 pikë më pak në fundin e kësaj faze të parë të kampionatit. Ndërkohë humbja në Loro Boriçi nuk ka ndikuar në pozicionin e Teutës, e cila vazhdon të qëndrojë në vendin e 6 të renditjes me